Në një mëngjes të ftohtë tetori, qielli i Torinos duke i zymt, por rrugët gumëzhinin si çdo ditë tjetër pune. Dritarët e një ndërtese të madhe, me logon Sartori Industries, reflektonin dritën ngritë të agimit. Brenda, pas mureve prej xhami dhe metali, dhjetëra punonjës nxitonin në zyrat e tyre, me filxhanët e kafes në dorë dhe fytyrat të lodhura nga ritmi i ditëve të përsëritura. Askush nuk e dinte sa të mëngjes, në të njëjtën ndërtesë, do të ndodhte diçka që do të ndryshonte gjithçka. Në katin e parë, pranë hyrjes, pastruesja e re, një vajzë rreth të 30-ve me flokë të errët të lidhur në bishë, mbante në dorë një kovë me ujë të vakët dhe një shkop me leckë. Shuhej Elena Rossi, një nënë e vetme nga Bari që ishte shpërngulur në Torino me djalin e saj të vogël, pas një divorci të vështirë. Kishte vetëm 4 muaj që punonte aty, dhe përveç përshëndetjeve të ftohta të mëngjesit, askush nuk i fliste. Ishte një nga ato fytyrat që njerëzit e kalojnë pa vënë re, një zë i heshtur në korin e përditshmërisë. Por ajo nuk e dinte se atë ditë, dikush do ta vështronte ndryshe. Në të njëjtën ndërtesë, në zyrën e tij në katin e 7, Marco Sartori, pronari i kompanisë, po shite nëpër dritare me një shprehje të rëndë. Ishte 52 vjeç, me flokë të thinjur në tëmtha, një burr që kishte ndërtuar gjithçka nga asgjë. Kishte nisur karrierën si teknik mekanik në një punishte të vogël dhe pas 25 vitesh punë të palodhur, kishte ngritur një nga kompanitë më të njohura për pajisje industriale në gjithë veriun e Italisë. Por kohët e fundit, gjërat nuk po shkonin mirë. Punonjësit janë bërë dembel, i kishte thënë një javë më parë drejtori i burimeve njerëzore. Kemi humbje, produktiviteti ka rënë, dhe njerëzit s'janë më të motivuar. Marco nuk ishte tipi që u besonte raportet pa i parë vetë. Ishte njeri që donte të kuptonte me sytë e tij, jo me dokumente. Kështu që atë mëngjes, pa i treguar askujt, mori një vendim të pazakontë, të shkonte në fabrikën e vet si pastrues. Jo për shaka, jo për ndonjë eksperiment televiziv, por për të parë të vërtetën që askush nuk guxonte t'ia tregonte. Në orën 6:30, ai doli nga shtëpia e tij luksoze në periferi, pa kostumin e tij të zakonshëm, pa makinën e zezë Maserati, pa shofer. Veshur me një xhaketë thjesht blu, pantallona pune dhe kapuç, mori trenin për në qendër. Askush nuk e njohu. Kishte lënë ruazat e zakonshme të parfumit të shtrenjtë dhe orën Rolex në sirtar. Sot, donte të ishte thjesht një njeri mes të tjerëve. Kur mbërriti në ndërtesë, roja e sigurisë as nuk e pa në sy. E regjistroi si ndihmës i ri në mirëmbajtje. Në duar mbante një thes me mjetet e pastrimit, që i kishte blerë posaçërisht për këtë ditë. Në katin e parë, përballë ashensorit, pa Elenën për herë të parë. Ishte e përkulur, duke pastruar dyshemen, me një përqendrim që së shije shpesh tek njerëzit e punës së rënd. Lëvizjet e saj ishin të ngadalta, por të sakta, sikur çdo centimetër i atij dysheme e kishte rëndësi. Marco ndaloi për disa sekonda, duke e vështruar pa e kuptuar pse. "Më fal," tha me një zë të ulët, "mund të ndihmoj këtu?" Ajo ngriti kokën. Sytë e saj ishin të butë, pak të lodhur, por me një shkëlqim të çuditshëm, si dritë që sfiket as pas shumë errësirash. "Je ri këto?" pyeti ajo, duke e parë për një moment me dyshim. "Po sa po fillova sot," gënjeu ai me një buzëqeshje të lehtë. "Më kanë thënë të ndihmoj në pastrim." "Atëherë mirë se erdhe," tha Elena me një ton miqësor. "Unë jam Elena. Këtu zakonisht ndihmon njeri, kështu që më pëlqen ideja të mos jem vetëm." Marco qeshi lehtë. Ishte një ndjenjë e çuditshme për të qeshte pa ndier presion. Nuk kishte ndodhur prej kohësh. Gjatë ditës, punoi pranë saj, duke fshirë dysheme, duke mbajtur kovën e ujit, duke ngritur kutitë që ajo s'mund t'i mbante vetë. Askush nga punonjësit e tjerë nuk i kushtoi vëmendje. Ata kalonin pranë, pa përshëndetje me celular në duar, me shprehje të lodhura dhe arrogante. Disa madje hidhnin mbeturina në dysheme, pa u menduar se dikush pas tyre duhet i pastronte. Në drek, kur punonjësit e tjerë shkuan në mens, Marco dhe Elena u ulën në një qoshe, duke ngrënë sanduiqet e tyre. Ai vuri re se ajo kishte vetëm një copë bukë me djathë dhe një shishe uje. "Se ke ndonjë ushqim tjetër?" pyeti ai. "Jo, zakonisht halet," tha ajo duke buzëqeshur. "Kur ke një fëmijë që të pret në shtëpi, më mirë kurse në çdo gjë që mundesh." "Ke fëmijë?" "Po, një djalë 8 vjeçar." "Mateo, është gjithçka që kam." Fjalët e saj qëndruan në mendje. Marco mendoi për djalin e vet, Alessandro, që jetonte në Londër dhe që mezi përgjigjej mesazheve të tij. E ndjeu një therrje në gjoks, ndoshta nga faji, ndoshta nga mallëngjimi. Ditët që pasuan u bën si një film i heshtur për të. Çdo mëngjes vinte në fabrikë si pastrues, dhe askush se dinte kush ishte në të vërtetë. Vështroi si menaxherët trajtonin punonjësit, si injoroheshin ankesat e tyre, si disa punëtor punonin dyfish ndërsa të tjerët rrinin në telefona. Pas se si disa ndihmës teknik rrëzoheshin nga lodhja, ndërsa shefat shëtisnin me filxhan kafeje.
Ishte një realitet që asnjë raport zyrtar nuk do ta kishte treguar. Por më pazakonta ishte se çdo ditë ndjente një lloj qetësie që se kishte njohur më parë. Kishte punuar gjithë jetën për të bërë i suksesshëm, por për herë të parë, po ndjente vërtet njerëzoren. Çdo buzëqeshje e Elenës, çdo falënderim i sinqert nga një punëtor, i dukej më e vlefshme se çdo milion euro që kishte fituar. Një pasdite, kur po pastronin katin e dytë, Elena rrëshiti aksidentalisht në ujë dhe ra. Marco vrapoi menjëherë, e kapi për krahu dhe e ngriti. Je mirë? Pyeti me shqetësim. Po, vetëm u tremba pak, tha ajo, duke u përpjekur të qeshte. S'ka ndodhur kur më parë. Duhet të jesh më kujdesshme, i tha me një ton të butë, duke i mbajtur ende dorën. Ajo e vështroi për disa sekonda. Në sytë e tij kishte diçka të çuditshme, një ndjesë sigurie që rrallë ndjente. Nuk je si të tjerët, i tha ajo papritur. Ti më shikon ndryshe. Shumë kush të sheh as që ekzistoj. Marco s'dinte ç'të thoshte. Vetëm buzëqeshi dhe uli syt. Në atë moment, kuptoi diçka që se kishte pranuar kur, kishte ndier diçka për të. Një lidhje të pashpjegueshme, të pastër, që s'kishte lidhje me para, me status apo me moshë. Por ajo që do të ndodhte javën tjetër do ta kthente çdo gjë përmbys. Pas javës së parë që kaluan bashkë, marrëdhënia mes Marcos dhe Elenës u bë më e afërt, por në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Nuk flisnin shumë, por çdo mëngjes, një përshëndetje e qetë, një buzëqeshje ose një shikim i ndershëm mjaftonte për të krijuar një atmosferë që se shpjegonte dot askush. Ai ishte ende njeriu që bënte punët më të thjeshta të ndërtesës, fshinte dysheme, bante thas, pastronte xhama, por brenda vetes çdo ditë kuptonte më shumë se sa pak njëjtë botën që kishte krijuar vetë. Një mëngjes të hënë, ndërsa po pastronin korridorin e katit të katërt, dy menaxher dolën nga zyra duke folur me ton të lartë. Nuk mund të vazhdojmë kështu, tha njëri. Ai projekt po ecën, punonjësit janë të painteresuar. Dhe ky sartori, ku është? As të shohim më në zyrë. Tjetri qeshi me përbuzje. Ai është në vilën e tij, nuk intereson çfarë ndodh këtu. Vetëm shifrat e fundit në bilance zgjojnë. Këta pastruesit rrinë gjithë ditën e shesin frymën, ne përpiqemi të shpëtojmë kompaninë. Marco uli kokën, duke fshirë dyshemen si të mos kishte dëgjuar. Por në shpirt ndjeu një therrje që se kishte përjetuar as kur e kishin trajtuar partnerët e biznesit. Ishte zemërimi i një njeriu që kupton se çfarë ndodh pas shpinës së tij. Pa që Elena si kishte ndryshuar fytyra, e kishte dëgjuar çdo fjalë, por nuk tha asgjë. Vetëm mori frymë thellë dhe vazhdoi punën me një qetësi që e bënte më të fortë se çdo fjalë. Më vonë, kur u ulën në pushimin e shkurtër, ajo e pa drejt në sy. E dëgjove ç'than? Po, u përgjigj ai, pa ngritur kokën. Mos e merr për keq. Njerëzit flasin, por se din gjithmonë të vërtetën. Ai e pa me një lloj mirënjohjeje. Ishte hera e parë që dikush se gjykonte, edhe pse se njihte. Ajo mblodhi flokët dhe zëri i saj u bë më i ulët, më i sinqert. E di si është kur punon diku dhe askush s'të sheh. Kur e bën më të mirën, por për ta mbetesh askushi. Kur vjen në shtëpi me duar të lodhura dhe syt bosh, dhe prap duhet të buzëqeshesh për fëmijën tënd që se ka fajin. Ndoshta edhe ai pronari i madh që përmendin, nuk është ashtu si thon. Ndoshta edhe ai është thjesht i lodhur. Marco ndjeu një tronditje të brendshme. Ajo po fliste për të, por se dinte. Dhe mënyra se si e tha, pa urrëtie, pa mlef, e la pa fjalë. Ishte ndoshta momenti kur kuptoi se duhej të bënte diçka. Në ditët që pasuan, filloi të shihte gjithçka ndryshe, mënyrën si menaxherët silleshin me punëtorët, mënyrën si disa burra i flisnin Elenës me mungesë respekti, mënyrën si disa gra qeshnin me punën e saj. Shpesh e kapte veten duke menduar se nëse do të kishte qëndruar gjithmonë në zyrën e lartë, kurrës do t'i kishte parë këto gjëra. Një pasdite, kur ishin gati të përfundonin, Elena mori një telefonat. Marco e vuri re se duart I dridheshin. Ajo u largua paksa, por zëri I saj u drodh. Po, zoti Car Lodhjo, nuk mund ta paguaj sot qiran. Po e di që është fundi I muajit, por të më duhet edhe pak kohë. Ju lutem. Pastaj heshti për disa sekonda dhe mbylli telefonin me një frymëmarrje të thellë. Kur u kthye, Marco se pyeti menjëherë. Vetëm kur ajo po mblidhte mjetet, tha ngadalë. Nuk dua të bezdis, por çdo gjë në rregull. Ajo buzëqeshi me sforcim. Gjithmonë në rregull. Njerëzit që s'kan luksin të ankohen, gjithmonë janë në rregull. Kjo fjalë ju ngulit në mendje si një thik. Ai s'fliste më si pronar, por si njeri që ndjente faj. Ndjente një përgjegjësi që kishte lejuar të krijohej një botë ku njerëzit si ajo duhet të mbjetonin në heshtje. Të nesërmen, Marco vendosi të qëndronte më vonë. Elena kishte mbetur në katin e 5 për të larë xhamat. Ishte errësirë dhe ndriçimi I zbeti neoneve krijonte një hije të ftohtë.
Ai shkoi pranë saj, duke I sjell një filxhan kafeje që e kishte përgatitur në mens. E solla këtë, e di që s'është shumë, por mendova se ndoshta të bën mirë. Ajo e pa me habi, pastaj mori filxhanin. Faleminderit se bën askush zakonisht. Duhet ta bëjnë, tha ai me zë të ulët. Ti nga je, pyeti ajo pas një pauze. Se kam parë ndonjëherë më parë në ndonjë ndërtesë tjetër. Punon vetëm këto? Ai hezitoi për një sekond. Kam punuar shumë vite në fabrika të ndryshme. Pastaj vendosa të bëj diçka tjetër. Të pëlqen këtu? Më shumë se mendoja. Për disa sekonda qëndruan në heshtje, vetëm me tingullin e pastrueses elektrike në sfond. Ajo po e shite me kuriozitet, por me një ndjenjë që s'kishte të bënte me flirtim. Ishte një lloj njohjeje e heshtur mes njerëzve që kanë kaluar shumë. Kur doli jashtë ndërtesës atë mbrëmje, Marco e pa nga larg teksa ajo ecte drejt stacionit të autobusit, e mbështjell me shallin e saj të vjetër. Diçka brenda tij lëvizi. Si ishte më thjesht një vëzhgim, ishte ndjenja se nuk mund të qëndronte duar kryq. Të nesërmen vendosi të vepronte. Thiri fshehur asnjë nga bashkëpunëtorët e tij më të besuar, Andrea, dhe I kërkoi të sillte të gjitha raportet e brendshme për kompaninë, por pa I treguar askujt. Andrea u habit kur e pa të veshur thjesht dhe pa makinën e zakonshme, por nuk guxoi të pyes. Çfarë po ndodh, zoti Sartori? Dua të di gjithçka që ndodh poshtë në çdo departament. Kush punon, kush smerr përgjegjësi, kush shfrytëzon të tjerët. Dua emra, fakte, çdo gjë. Po përse? Sepse kam jetuar shumë gjatë në maje për të parë çfarë ndodh në themelj. Ndërkohë, Elena vazhdonte punën e saj pa ditur asgjë nga kjo. I vetmi ndryshim ishte se tani pastrimi s'ishte më një punë e heshtur. Shpesh, ajo dhe Marco flisnin për jetën, për fëmijët, për ëndrat që I kishin lënë pas. Unë doja të bësha infermiere, I tha ajo një pasdite. Por jeta më çoi tjetër kund. Nuk është keq, por ndonjëherë, kur kaloj pranë spitaleve, më duket sikur dëgjoj një version të vetes që s'arriti dot. Ndoshta ende s'është vonë, I tha ai. Ajo qeshi. Kur ke 35 vjeç, një fëmijë, qira për të paguar dhe punon natën për të pastruar, çdo ëndër bëhet luks. Ndoshta jo për herë, tha ai duke e parë drejt në sy. Ndonjëherë jeta kthen borxhet që si prisnim. Ajo e vështroi për disa sekonda. Ti flet si dikush që ka humbur shumë. Ai heshti pastaj tha, ndoshta po. Ajo se dinte se humbja e tij më e madhe ishte vetmia që e kishte rrethuar mes luksit. Ishte një botë ku askush s'të pyeste sije, përveç atyre që prisnin diçka prej teje. Një javë më vonë, e vërteta nisi të dalë ngadalë. Marco kishte mbledhur prova, dëshmi dhe raporte. Kishte zbuluar se disa menaxher kishin mashtruar me fondet, kishin rritur çmimet artificialisht, kishin trajtuar keq punëtorët dhe kishin larguar njerëz të ndershëm për të sjellë miqtë e tyre. Ishte një rrjet abuzimesh që po e gërryente kompaninë nga brenda. Dhe asnjë s'e dinte se pronari I vërtet ishte aty, duke parë çdo gjë me sytë e vet. Në fund të muajit, vendosi se do t'i zbulonte të gjitha, por jo menjëherë. Donte që para se ta bënte, të shite diçka që se kishte parë kurrë më parë, si ishte jeta e Elenës jashtë punës. Një mbrëmje e ndoshi nga larg, jo për ta përgjuar, por sepse donte të kuptonte. E pa teksa merrte djalin nga shkolla, Mateon, një djalë I vogël me çantë më të madhe se trupi I tij, që vrapoi drejt nënës me një gëzim të pastër. Ata u përqafuan dhe eci drejt një apartamenti të vjetër në periferi. Kishin vetëm një dritë të zbehet, dhe nga dritarja mund të shihej një tavolinë e vogël, ku nëna ndihmonte të birin të bënte detyrat. Marco qëndroi për disa minuta në trotuar, në shiun e imët. Nuk kishte parë kurrë më parë një skenë që ta prekte aq shumë. Ishte e thjesht, por e vërtet, një dashuri që nuk kërkonte asgjë përveç pranisë. Në atë moment, ai mori vendimin përfundimtar. Kompania do të ndryshonte, dhe nëse dikush meritonte të shihte këtë ndryshim, ishte ajo grua që punonte me nder, pa kërkuar asgjë. Por ajo që do të ndodhte në ditët në vijim, kur e vërteta të dilte në dritë, do ta linte Elenën pa fjalë. Të nesërmen, në mëngjes, ndërtesa e Sartori Industries kishte një atmosferë të çuditshme. Ishte e njëjta zhurmë makinerish, e njëjta aromë kafeje që përhapen nga automati në korridor, por diçka duke ndryshe. Marco u ndje sikur çdo hap që bënte kishte peshën e diçkaje që po afrohej. Ai kishte kaluar javë duke parë, dëgjuar, mbledhur çdo detaj. Tani, kishte ardhur dita ta kthente të gjitha të heshtje në zë. Para se të fillonte dita e punës, u ngjit në katin e parë dhe kërkoi Elenën. Ajo po pastronte dritaren pranë hyrjes kryesore. Mirëmëngjes, I tha ai, pak më ndryshe se zakonisht. Ajo e pa dhe qeshi. Duket sikur je më serioz se zakonisht. Çfarë ndodhi? Ndoshta sot është një ditë ndryshe. Në ç'kuptim? Do ta kuptosh më vonë.
Ajo ngriti vetullat, por se pyeti më shumë. Kishte mësuar se ky njeri i qet me duar të punësuara dhe sy që shinin gjithçka, nuk fliste kod. Në orën 10:00, në sallën e madhe të mbledhjeve, ishin mbledhur të gjithë menaxherët, drejtuesit e sektorëve dhe disa punonjës të tjerë. Ishte thirrur një mbledhje urgjente. Askush se dinte pse. Kur dera u hap, ata pan brenda pastruesin. Ai hyri me një dosje në dorë dhe një qëndrim që s'kishin parë kur tek një punëtor mirëmbajtjeje. Çfarë bën ky këtu? Pëshpëriti njëri prej tyre. Kush e la të hyje? Tha tjetri me nervozizëm. Marco vendosi dosjen në tavolinë. Pastaj hoqi kapelen, dorëza dhe ngriti kokën. Zëri i tij, kur foli, ishte i qetë, por kishte një forcë që mbushi gjithë dhomën. Unë jam Marco Sartori. Heshtje! Askush nuk lëvizi. Disa u ngrin, disa qeshën me nervozizëm, duke menduar se ishte shaka. Derisa ai ngjori kartën e identitetit dhe e la mbi tavolinë. Pastaj shtoi. Kam kaluar 3 javë duke punuar mes jush si pastrues. Kam parë çdo gjë që ndodh këtu. Kam parë përkushtimin e disa njerëzve, por edhe arrogancën dhe abuzimin e të tjerëve. Kam parë njerëz që punojnë me zemër, pa u parë asnjëherë në sy, dhe të tjerë që marrin paga të mëdha për të mos bërë asgjë. Një murmuritje përfshiu sallën. Drejtori i burimeve njerëzore u ngrit në këmbë, i zverdhur. Zoti Sartori, pse do të bënit një gjë të tillë? Sepse ndjeja se kisha humbur lidhje me njerëzit që mbajnë gjallë këtë kompani. Dhe kisha të drejtë. Kjo ndërtesë është plot me frikë, me indiferencë, me mungesë respekti. Nuk mund të kërkosh sukses kurse respekton themelin që e mban. Ai hapi dosjen. Ishin dokumente, raporte, prova të qarta për mashtrimet dhe neglizencat e disa prej menaxherëve. Këta janë njerëzit që do të largohen sot. Jo sepse dua hakmarrje, por sepse dua drejtësi. Emrat që lexoi krijuan një zhurmë në sallë. Disa u përpoqën të protestonin, disa ulën kokën. Njëra nga menaxherët, që kishte qenë më e ashpra me punëtorët, nisi të fliste me zë të dridhur. Nuk e dini çfarë ndodh këtu çdo ditë, zoti Sartori, ne kemi bërë më të mirën. Ai e ndërpreu qetë. Nëse do të kishit bërë më të mirën, s'do të më duhej të vija si pastrues për ta kuptuar. Më e mira nuk është ajo që duket në raport, por ajo që ndjehet në ndërgjegje. Në fund, ai tha diçka që se priste askush. Nga sot, kompania do të fillojë një program të ri për punonjësit, përfshirë pastruesit, teknikët dhe çdo njeri që punon me ndershmëri. Ata do të kenë rritje page, trajnim profesional dhe ndihmë sociale. Dhe për këtë, do të më ndihmojë një prej jush që më mësoi më shumë se çdo këshilltar që kam pasur ndonjëherë. Të gjithë shikonin me habi. Ai mori frymë thellë dhe tha: Elena Rossi. Në atë moment, dera u hap. Elena qëndronte në prag, e hutuar. Nuk e dinte sepse e kishin thirrur. Kur pa Markon aty, i veshur tani me kostumin e tij të vërtet, për një sekondë u pre fryma. Ti? Ai buzëqeshi lehtë. Po, unë jam ai që se thash do të më parë. Pronari i këtij vendi. Por gjithçka që pash, çdo ditë që kalova pranë teje, më mësoi më shumë se çdo vit në zyrë. Në sallë mbizotëroi një qetësi e çuditshme. Disa filluan të duartrokasin me ndrojtje, disa ecnin drejt derës pa folur. Elena qëndronte e ngrirë, me sytë plot lot. Nuk e dija, tha ajo me zë të ulët. Nuk do të isha sjell ndryshe, betohem. E di, tha ai. Dhe pikërisht për këtë të respektoj më shumë. Ai u afrua dhe foli që ta dëgjonin të gjithë. Në çdo kompani, në çdo familje, në çdo shoqëri, njerëzit që punojnë në heshtje janë ata që mbajnë peshën më të rëndë. Por askush si sheh. Sot dua që kjo të ndryshojë. Elena, dua që të jesh pjesë e programit të ri, të drejtohesh për përmirësimin e kushteve të punës për të gjithë. Nuk është ofertë mëshire, është nder. Ajo nuk dinte ç'të thoshte. Syt i u mbushën me lot. Një pjesë e saj ndjente gëzim, një pjesë hutim, një pjesë ndrojtje. Nuk kam studime për këto gjëra, tha. Nuk ka rëndësi. Ke ndershmërinë që shumë nuk e kanë. Gjithçka tjetër mësohet. Mbledhja përfundoi me një duartrokitje të gjatë. Por për Elenën, gjithçka dukej si një ëndër që se kuptonte dot ende. Kur dolën jashtë, ajo ju afrua. Pse e bëre gjithë këtë? Ai e pa në sy. Sepse doja të kuptoja nëse njerëzit e mi punonin për frikë apo për nder. Ti më tregove se çfarë është nderi i vërtet. Në ditët që pasuan, gjithçka ndryshoi. Kompania nisi të marrë frymë ndryshe. U bën takime të hapura mes drejtuesve dhe punëtorëve, u krijuan një ndjenjë bashkimi që s'kishte ekzistuar kurrë. Elena filloi të punonte në zyrën e burimeve njerëzore, duke ndihmuar në ndarjen e fondeve për punonjësit të ndershëm. Por përtej çdo ndryshimi profesional, mes tyre lindi një lidhje që asnjëri se priste. Jo si një romancë e zakonshme, por si një afërsi që lind nga respekti. Ai e ndihmonte të shihte vlerën e vet,
ajo e ndihmonte të kujtonte pse kishte nisur gjithçka. Një mbrëmje, kur po dilnin nga ndërtesa, ajo i tha: "E di që je njeri i madh, por ajo që të bën të madh s'është kompania, është fakti që zbrite për të parë si jetojnë të tjerët." Ai qeshi. Ndoshta kisha nevojë të zbres për të mësuar të ngjitem sërish, këtë herë si njeri. Në atë moment, ajo kuptoi pse historia e tij s'do ta linte kurrë pa fjalë. Jo sepse ai ishte pronar i madh, por sepse kishte zgjedhur të kthehej në njeri kur mund të kishte qëndruar mbret mbi të tjerët. Lajmi u përhap më shpejt se ç'kishte menduar kushdo. Në fillim ishte thjesht një histori që qarkullonte mes punonjësve, pronari kishte ardhur si pastrues. Por brenda pak ditësh, mediat e gjetën dhe e kthyen në një sensacion kombëtar. Artikujt filluan të dalin njëri pas tjetrit. Marco Sartori, miliarderi që punoi si pastrues për të kuptuar të vërtetën, shefi që zbriti në tokë, një mësim për çdo biznesmen. Gazetarët e ndiqnin kudo. Disa e lavdëronin si hero, të tjerë e akuzonin për manipulim publicitar. Por ai s'bënte asnjë deklaratë. Thjesht vazhdonte të shkonte në punë çdo ditë në orën 8:00 me të njëjtën qetësi. Ai dinte që vetmja gjë që do justifikonte ishte koha, nëse njerëzit e kuptonin ndryshimin që donte të sillte, jo fjalët. Elena, ndërkohë, po mësonte ngadalë të përballej me realitetin e ri. Ishte bërë fytyra e një reforme të brendshme. Punonjësit e respektonin, por kishte edhe nga ata që e shihnin me dyshim. Disa thoshin se ajo kishte fituar lotarin, disa të tjerë e përgëzonin për guximin. Ajo vetë ndjente një përzierje emocionesh, mirënjohje, frikë dhe një lloj ndjesie që se quante dot me emër sa herë që Marco ishte pranë saj. Një pasdite, pas një takimi të gjatë me ekipin e reformave, ajo e gjeti në kopshtin e vogël që ndodhej pas ndërtesës. Ai po rrinte i ulur në një stol me një blok në dorë, duke shkruar diçka. Gjithmonë më ka intriguar kur sheh njeriun më të pushtetshëm të vendit me një fletore të zakonshme në dorë, i tha ajo duke buzëqeshur. Ai ngriti sytë dhe qeshi lehtë. Ndoshta kjo është mënyra ime për të mos harruar kush isha para se të bëhesha i pushtetshëm. Shkrimi më mban njerëzor. Çfarë po shkruan? Një ide për programin e ri të bursave. Dua të ndihmojmë fëmijët e punëtorëve që të ndjekin shkollat që duan. Askush duhet të ndalet vetëm sepse s'ka mundësi. Ajo e pa për disa sekonda pa folur. Ishte diçka ndryshe në të. Kishte një qetësi që rrallë gjen tek njerëzit që kanë gjithçka. Në javët që pasuan, filluan të punonin afër çdo ditë. Drekonin bashk në kantinën e punonjësve, ndonjëherë u leshin në të njëjtën tavolinë me pastruesit e tjerë, me teknikët dhe shoferët e kamioneve. Ishte e pazakont, por asnjë nuk guxonte të thoshte asgjë. Në fillim, njerëzit ishin të ndrojtur, por me kalimin e ditëve, diçka ndryshoi. Ata filluan të flisnin lirshëm, të tregonin hallet, idetë, historitë e tyre. Dhe Marco i dëgjonte, jo si një pronar që shënonte në letër, por si njeri që vërtet donte të kuptonte. Një mbrëmje, ndërsa po dilnin vonë nga zyra, Elena e pyeti: "A nuk të lodh gjithë kjo? Të jesh njeri që s'mund të jesh thjesht vetvetja, sepse të gjithë të shohin si figurë publike?" Ai qëndroi për pak pa folur. "Po, lodh. Por kur jam me ty, më duket se jam sërish ai njeriu që punonte me duar dhe nuk ishte frikë nga asgjë." Ajo uli syt, e hutuar nga mënyra si e tha: "Mos më bëj të ndihem sikur po bëj diçka që se bëj dot." Ai buzëqeshi. "Po bën diçka që shumë nuk e bëjnë dot, po më bën të kujtoj pse e fillova këtë." Pas asaj nate, diçka ndryshoi në mënyrën si e shihnin njëri tjetrin. Nuk ishim më vetëm dy njerëz që bashkëpunonin për një projekt. Kishte një lloj butësie në mënyrën si ai e shihte, një qetësi e ngrohtë në mënyrën si ajo e dëgjonte. Por jo të gjithë ishin të lumtur me këtë afërsi. Në korridore, filluan të përhapen thashetheme. Disa gazeta roz filluan të publikojnë artikuj si pastruese që fitoi zemrën e miliarderit, histori dashurie apo për i planifikuar. Elena i lexonte me zemër të thyer. Një ditë i tha atij: "Nuk dua të jem arsye për të përfolur. Nuk jam njeri që i pëlqen drita e kamerave." Ai e pa drejt. As unë se bëra këtë për publikun. Dhe nuk më intereson çfarë thonë. Më intereson vetëm e vërteta që kemi jetuar. Por presioni u rrit. Investitor, partner biznesi, këshilltar, të gjithë nisën të kërkonin Marcos të ruante imazhin. Ai e dinte që në botën e korporatave, çdo gjest interpretohej. Por këtë herë, nuk donte të tërhiqej. Një ditë, gjatë një interviste televizive, gazetari e pyeti drejt për drejt: "Zoti Sartori, a është e vërtet që keni një lidhje me ish pastruesen e kompanisë suaj?" Në studio raheshtje. Ai mund të kishte shmangur pyetjen, por zgjodhi rrugën më të vështirë. "E vërteta është se kam njohur një njeri që më kujtoi se çfarë do të thotë të jesh njeri." Dhe po, ajo punonte si pastruese.
por sot është shumë më tepër se aq. Fjalët e tij u shpërndan kudo. Disa e quajtën të guximshëm, të tjerë akuzuan se po prishte rregullat e shoqërisë. Por për Elenën, ishte momenti kur kuptoi se ai s'kishte më frikë nga asgjë. Ai kishte vendosur ta thoshte të vërtetën, edhe nëse bota do e kish kuptonte. Pas asaj interviste, jeta e tyre s'ishte më e njëjtë. Njerëzit I ndalonin në rrugë, disa për t'i falendëruar, disa për t'i gjykuar. Por brenda atyre dyve, kishte një qetësi të rrallë. Ishin dy njerëz që kishin parë njëri tjetrin në formën më të thjeshtë, pa tituj, pa maska. Një mbrëmje, ai e çoi në një fshat të vogël jashtë Milanos, ku kishte kaluar fëmirin. Këtu mësova të pastroj dysheme, të mbledh ullinj, të respektoj punën. Këtu kuptova se asgjë s'është poshtëruese nëse e bën me nder. Dhe këtu dua të filloj kapitulli I ri I jetës sime. Ajo e pa me një dridhje në zë. Çfarë kapitulli? Ai mori frym thellë. Ai ku nuk fshihem më pas asnjë identiteti. Dua të jetoj ndershmërisht, ashtu si ti më mësove. Në atë moment, ajo e kuptoi se historia që kishte nisur si një eksperiment, ishte kthyer në diçka që do të ndryshonte jo vetëm jetën e tyre, por mënyrën si njerëzit e shihnin dinjitetin e punës, dashurinë dhe njerëzilkun. Në javët që pasuan intervistën, jeta e tyre ndryshoi rrënjësisht. Kompania u kthye në simbol të humanitetit dhe ndershmërisë në biznes, por njëkohësisht në magnet për polemika. Mira njerëz e lavdëronin Markon, por kishte edhe ata që shihnin me mosbesim, që e quanin manipulim emocional, lojë marketingu. Disa investitorë u tërhoshën, disa borde ndërkombëtare kërkuan shpjegime. Dhe në qendër të gjithë zhurmës, ishte ajo, Elena. Kudo që shkonte, gazetarët e ndiqnin. Nuk mund të dilte nga shtëpia pa e ndjekur ndonjë kamerë. Fshinjët që dikur I buzëqeshnin, tani I flisnin me tonë të ndryshme, disa me zili, disa me përbuzje. Një mbrëmje, e gjeti veten ulur në dhomën e saj, me televizorin ndezur, duke parë lajmet ku e përmendnin emrin e saj si përkthim modern I Hirushës. Ajo e mbylli ekranin dhe nisi të çante në heshtje. Nuk donte as famë, as vëmendje. Ajo donte qetësinë që kishte pasur para se gjithçka të shpërthente. Të nesërmen, Marco e gjeti në zyrë me sy të skuqur. Nuk e durojnë dot këta njerëz që një vajzë thjeshtë jeta ofër një njeriu si ti, I tha ajo, me një lloj dhimbjeje që se kishte shprehur kurrë. Ai u afrua, u përpoq ta qetësonte, por ajo vazhdoi. Kam humbur gjumin, Marco. Njerëzit më shohin ndryshe. Punojnë si që më respektonin, tani më shmangin. Disa më tharasin me përçmime preferuara e shefit. Nuk dua të jem arsye për ndarje mes njerëzve. Ai mori frym thellë. As unë se doja këtë vëmendje. Por çdo gjë që vlen, ka koston e vet. Mos e lër botën të bëjë të ndjesh fajtore për ndershmërinë tënde. Por ajo e ndjente peshën e gjithçkaje. Disa ditë më vonë, dorëzoi një letër dorëheqjeje. Kur ai e lexoi, e thirri menjëherë në zyrë. Pse po ikën? Sepse dua të jetoj qetë, Marco. Nuk dua të jem histori gazete. Dua të jem unë. Ai e pa gjatë, me një dhimbje që nuk dinte si ta fshehë. Nëse kjo është ajo që të bën të ndihesh e lirë, unë s'do të ndal. Ajo iku të nesërmen. Pa ceremoni, pa përshëndetje. Vetëm një letër në tavolinë ku kishte shkruar, nuk dua të jem arsye për ndarje mes ëndrrës tënde dhe realitetit të njerëzve. Ndoshta një ditë do të më kuptosh. Ditët pas largimit të saj, qenë më të gjata që kishte njohur ndonjëherë. Ai punonte, fliste me bordet udhëtonte, por çdo mbrëmje ndalej në të njëjtin vend, stoli në kopshtin pas ndërtesës ku dikur rrinin bashk. Aty ku ajo I kishte thënë, shkrimi më mban njerëzor. Tani, ai shkruante, por çdo faqe që mbushej kishte boshllëk në fund. 3 muaj më vonë, një gazetë italiane botoi një artikull me titull, pastruese që ndryshoi zemrën e 1 miliarderi dhe u zhduk. Artikulli tregonte se Elena ishte transferuar në një qytet të vogël në Toskanë, ku punonte në një qendër për fëmijët me nevoja të veçanta. Ishte bërë pjesë e një projekti humanitar. Kur Marco e lexoi, e kuptoi menjëherë, ajo s'kishte ikur për të shpëtuar nga ai, por për të gjetur veten, për t'u kthyer te ajo që ishte në fillim, njeri që jep pa pritur asgjë. Një javë më pas, u nis për ta gjetur. Nuk dërgoi as lajm, as zyrtar. Thjesht, mori makinën dhe udhëtoi vetë. Kur mbërriti, qyteti ishte I qetë, me rrugë të ngushta guri dhe aroma kafeje që vinte nga një bar I vogël. E gjeti qendrën me një tabelë të thjeshtë, Casa dei Bambini, Elena Rossi. Kur hyri brenda, ajo ishte ulur në dysheme, duke I ndihmuar fëmijët të ngjyrosnin. Kur e pa, u ngrit ngadalë e befasuar, me një buzëqeshje që se ndalon të dot. Nuk prisja të shija këtu. Unë prisja, tha ai thjesht. Të kërkova, sepse s'mund të ndalem së kujtuari. Ajo uli syt. Mendova se e kishe harruar. Një njeri s'mund të harroja atë që I kujton pse është njeri.
Ai qëndroi aty disa ditë, pa bërë zhurmë. E ndihmonte me fëmijët, pikturonte, qeshte me ta. Ishte hera e parë që e shihte vërtet të qetë. Dhe në një nga ato mbrëmje, kur fëmijët kishin fjetur, ai i tha: "Kur isha i vogël, nëna më thoshte që ndonjëherë, për të parë yje, duhet të ndalosh të kërkuari dritën. Ti jaj ndalim për mua." Ajo e pa gjatë, pa thënë asgjë. Dhe për herë të parë e përqafoi pa frikë. As në zyrë, as në sallë mbledhjesh, as para kamerave, por në heshtjen e një nate të zakonshme ku nuk kishte tituj, as pasuri, as status. Vetëm dy njerëz që kishin gjetur sërish njëri tjetrin. Pas atij takimi, Marco mori një vendim që tronditi botën e biznesit. Shpalli dorëheqjen nga pozicioni i CEO-s, në një konferencë shtypi tha: "Kam ndërtuar kompani, kam fituar para, por ajo që më bëri më të pasur ishte një pastruese që më mësoi ndershmërinë. Tani dua t'i përkushtohem njerëzve që harrohen çdo ditë. Do të krijoj një fondacion për dinjitetin e punës, që çdo njeri të ketë mundësinë të ngrihet, pa u gjykuar nga ku fillon." Disa e quajtën çmenduri, disa e quajtën revolucion, por ai nuk donte mas vlerësime as titull. Ai u kthye në Toskanë dhe jetoi atje, pranë Elenës, duke punuar në fondacion. Shpesh, shkoni në qytete të vogla për të hapur qendra ndihme, për të ndihmuar familje që s'kishin mundësi për të dhënë bursa që dikur kishte shkruar në bllokun e tij. Në një nga letrat e fundit që ai shkroi në atë fletore të vjetër, kishte vetëm një fjalë. Në fund, më e madhe se çdo kompani është dashuria që lind kur njeriu zbritet mjaftueshëm për të parë sytë e tjetrit. Vitet kaluan pa zhurmë. Jo si në kohët kur çdo lëvizje e tyre zinte tituj gazetash, por si një rrjedhë qetë uji që zgjen rrugën e vet në heshtje. Toskana u bë stre e tyre. Fshati ku dikur Elena kishte hapur qendrën Casa dei Bambini u kthye në zemër të një lëvizjeje më të madhe. Fondacioni që Marco krijoi, Il Valore Umano, u përhap në Italinë Veriore, duke ndihmuar qindra njerëz të rifillonin jetën. Çdo mëngjes, përpara se të fillonin punën, ai dilte në verandë me një filxhan kafeje dhe shikonte përtej kodrave të mbuluara me mjegull. Elena dilte pas pak, shpesh me flokët ende të lagura nga dushi dhe i thoshte: "E di që po mendon për ndonjë ide të re." Ai qeshte: "Jo gjithmonë. Ndonjëherë mendoj thjesht sa fat kam që jam këtu." Ata ishin një çift që tregonte dashurinë me fjalë të mëdha. Ishin dy njerëz që tregonin përmes heshtjes, përmes një shikimi që zgjaste më shumë se duhej, përmes ndonjë prekjeje të lehtë në dorë kur kalonin pranë njëri tjetrit. Në sytë e botës, ishin mrekullia e ndodhur mes biznesit dhe humanizmit. Por për ta, ishin thjesht dy shpirtra që kishin gjetur qetësinë në njëri tjetrin. Një ditë, një ekip dokumentaristësh erdhi nga Franca për të xhiruar një film mbi historinë e tyre. Ata donin të tregojnë miliarderin që u bë pastrues për të gjetur njeriun brenda vetes. Marco pranoi me një kusht, të mos kishte skena të sajuara. "E vërteta mjafton," tha ai. Gjatë xhirimeve, një nga gazetarët e pyeti: "Nëse do të ktheheshe pas, do ta bëje sërish të njëjtën gjë? Do të lije gjithçka për të jetuar kështu?" Ai u mendua për disa sekonda dhe tha: "Po, sepse kuptova se s'ka kuptim të jesh në maj, nëse së disi është toka nën këmbët e tua. Gjithçka që kisha më parë ishte sukses, por ajo që kam tani është paqe." Dokumentari u publikua me titullin L'uomo che puliva se stesso, njeriu që pastronte veten. U bë viral në gjithë Evropën. Në universitetet e ekonomisë, përdori si shembull i leadershipit etik. Në shkolla, fëmijët mësonin historinë e tij si shembull i guximit dhe ndershmërisë. Por Marco dhe Elena vazhdonin jetën e tyre të qetë, pa ndryshuar asgjë. Në pranverën e vitit të 4 që jetonin në Toskana, Elena vendosi të hapte një degë të re të qendrës për fëmijët, këtë herë në një zonë malore ku jetonin shumë familje të varfra. Ajo punonte orë të gjata, shpesh deri në mbrëmje. Një ditë, kur u kthye vonë në shtëpi, Marco e priti në verandë me dritat ndezur. "Të kam bërë darkë," i tha. "Por nëse vazhdon të punosh kështu, do më lodhesh më shumë se një bord aksionerësh." Ajo qeshi. "Nuk mund të ndaloj veten kur shoh ata fëmijë që qeshin. Më kujtojnë pse jeta ja vlen." Ai u afrua dhe i preku faqen me kujdes. "Ndoshta ti arsyeja pse bota ende se ka humbur besimin. Ai moment do të mbetej në mendje për gjithmonë. Sepse vetëm pak muaj më vonë, shëndeti i Marcos filloi të përkeqësoj. Fillimisht ishin lodhje të vogla, pastaj marrje fryme. Mjekët i thanë se kishte problem me zemrën, një sëmundje që kishte filluar prej vitesh, por që tani po e lodhte gjithnjë më shumë. Ai se tregoi menjëherë. Nuk donte ta shqetësonte Elenën, por ajo e kuptoi. Një mbrëmje, kur ai u rrëzua nga lodhja, ajo e mori për dorë dhe tha: "Nuk mund të më fshehesh. Mos mendo se je më i fortë se unë." Pas atij momenti, çdo ditë mori kuptim tjetër. Ata shëtisnin më shpesh, flisnin më shumë.
Në një nga ato pasditet e qeta, ai I tha: "Kur të mos jem më, dua që të vazhdosh gjithçka që kemi ndërtuar. Mos lejo që kjo të kthehet në legjend. Dua që të mbetet e gjallë." Ajo e ndërpreu me lot në sy: "Mos fol kështu. Jo, dëgjo. Një ditë do të vinë njerëz që do ta lexojnë këtë histori si për rall. Por ti do t'u tregosh se nuk ishte për rall, ishte e vërtetë. Dhe se çdo gjë nisi nga një pastruese dhe një pronar që guxuan të shihnin njëri tjetrin si njerëz." Ai vdish një mëngjes të qetë në shtëpinë e tyre me Elenën pranë. Ishte ulur në verandë, si gjithmonë, me fletoren e tij të vjetër mbi preher. Në faqen e fundit kishte shkruar: "Tani e di, njeriu nuk matet nga ajo që ndërton, por nga dashuria që lë pas." Ceremonia e tij e varrimit ishte e thjeshtë, ashtu siç kishte kërkuar vetë. Asnjë luks, asnjë fjalim I madh. Vetëm njerëzit që kishin punuar me të, fëmijët që ai kishte ndihmuar, dhe Elena që slëvizi nga varri për orë të tëra. Në duar mbante fletoren e tij, tani e mbuluar me njolla boje dhe kujtime. Pas disa javësh, ajo u kthye në qendrën e fëmijëve. Jetoi për ta, punoi për ta. Dhe çdo vit, në përvjetorin e vdekjes së tij, organizonte një ditë të veçantë që e quante Dita e duarve të ndershme, një ditë ku të gjithë, nga drejtori deri te punëtor, pastronin bashkë qendrën, rrugët dhe ndihmonin komunitetin. Ishte mënyra e saj për t'i kujtuar se askush s'është më I madh se puna që bën. Kur Elena u plak, qendra u zgjerua në gjithë Italinë. Një ditë, një gazetar I ri e vizitoi për ta intervistuar dhe I tha: "Zonja Rossi, çfarë do të thoni brezave të rinj që ju shohin si frymëzim?" Ajo e pa me buzëqeshje të lodhur por të qetë. "Do t'u them që ndonjëherë, për ta parë botën ndryshe, mjafton të ndotësh duart. Vetëm atëherë e kupton sa shumë vlen pastërtia e shpirtit." Gazetari u ngri për të ikur, por ajo shtoi: "Dhe nëse ndonjëherë dëgjojnë historinë e një pronari që u bë pastrues, mos e shohin si për rall. Ishte thjesht një burr që zbriti nga maja për të gjetur dashurinë në dysheme." Në atë moment, dritarja përballë saj u hap dhe një erë e lehtë solli aromën e ullinjve nga kodrat përreth. Ajo ngriti kokën dhe, për një çast, ju duk sikur e pa sërish ulur në verandë me fletoren në duar, ashtu si vite më parë. Buz qeshi dhe pëshpëriti. "E di, Marco." E mbajta fjalën. Pastaj mbylli syt për pak sekonda, duke ndjerë qetësinë që I mbulonte shpirtin. Në atë heshtje, historia që kishte nisur si një sekret në maskën e një pastruesi, kishte mbyllur ciklin e vet, një dëshmi që edhe në botën e parave, pushtetit dhe maskave, njeriu I vërtet mund të gjendet vetëm kur guxon të shohë me zemër. Në portën e qendrës, ende qëndronte një pllakë e vogël ku shkruhej: "Në kujtim të Marco Sartorit, njeriu që pastroi jo dyshemet, por zemrat tona." Dhe nëntë, një shënim I vogël I shtuar nga Elena vite më vonë: "Dashuria nuk ndryshon botën me fjalë, por me veprime të heshtura."